Egon tani të pret një sfidë më e vështirë. Çfarë thuar? Duhet të zgjedhësh mes vajzave më të bukura, më talentuara të Hollywoodit. Jo, kjo po që është sfidë vdekje prurse. Okej, je gati të vazhdoj? Po, do përpiqem, nuk e di. Jepi, Julia Roberts apo Angelina Jolie? Mirë, kjo nuk është aq e vështirë Viola, sa për ta nisur është Angelina Jolie. Angelina Jolie apo Charlize Theron? Angelina Jolie. Jepi. Angelina Jolie apo Scarlett Johansson? Tani okej, Angelina Jolie. Okej. Angelina Jolie apo Natalie Portman? Angelina Jolie. Angelina Jolie apo Emma Watson? Shiko, Emma Watson e kemi bashkëmoshatarën, po do vazhdoj me Angelina Jolie. Okej, Angelina Jolie apo Emma Stone? Po pse të them do t'i jo unë ty, po patjetër që Emma Stone. Çfarë diskuton ti o ti? Ore Fantasma. Meri. Falenderosin e Pleksin. Meri. Për kokoshkat e mrekullueshme që ka Le të bëjmë sikur nuk e pam. Ku ishim ne? Tek Emma Stone apo Anne Hathaway? Shikom. Emma Stone është karizmatike. Emma Stone. Okej. Emma Stone apo Jennifer Lawrence? Emma Stone. Okej. Emma Stone apo Margot Robbie? Emma Stone. Okej. Emma Stone apo Zendaya? Moj Viola, shiko, unë ty të kam shumë gjallë, por Zendaya e kam pikë të dobët, është. Shiko, nuk është se paguajmë nëse më thotë që jam Emma Stone. E kupton, domethënë Zendaya. Okej. Zendaya apo Gal Gadot? Zendaya pa dyshim. Keira Knightley apo Zendaya apo Keira Knightley? Zendaya. Okej. Zendaya apo Penelope Cruz? Zendaya. Okej. Zendaya apo Salma Hayek? Do thoni ju çfarë fiksimi ke me këto ropt me ngjyrë më vëlla. Si ishte Zendaya apo Salma Hayek? Po. Mirë kështu, mirë. Selma Hayek mirë, jo keq. Ore, në çfarë filtrash po i vendosi këto për t'i zgjedhur? Sidomos tani pas shotësit të 7 apo të 8, nuk asun se di çfarë filtrash po i vë, po nuk do t'ju a them juve sigurisht, por Zendaya. Okej. Zendaya apo Monica Bellucci? Zendaya. Wow. Zendaya. Impresionuese kjo. Çfarë janë këto fetish që ke më vëlla? Çfarë janë këto fetish që ke? Vazhdo. Zendaya apo Jessica Alba? E mirë është Jessica, e mirë është. Alamet goce. E mirë është, nuk themi shumë. E mirë është Zendaya. Zendaya apo Blake Lively? Shumë simpatike Blake Lively, shumë pozitive, shumë solare. Zendaya. Do dali në njëra ta mundi këtë Zendaya? Zendaya apo Mila Kunis? Mila Kunis. Okay. Mila Kunis. Mila Kunis apo Kate Blanchett? Kate Blanchett është shikon e kinematografisë. Shiko. Po shkoj me Kate Blanchett. Okej. Është shikon. Kate Blanchett apo Cameron Diaz? Cameron Diaz kur ka qenë e re, të lije kokën pasaj, të paktën me tiparet e fytyrës që ka, shumë e bukur. Kate Blanchett. Okej. Kate Blanchett apo Kate Winslet? Po më t'ja lëm aty Leonardo DiCaprio këtë tash, Kate Blanchett. Okej. Kate Blanchett apo Shailene Woodley? Kate Blanchett. Kate Blanchett apo Liv Tyler? Lord of the Rings. S'na fiksove me Liv Tyler. Liv Tyler apo Jenna Ortega? Mi zbuluat fetishet që kam. Jenna, Jenna. Okej. Si rezistoj dot. Jenna Ortega apo Dakota Johnson? Dakota Johnson, më fal. Dakota Johnson them. Po Jenna, çfarë thua? Okej. Jenna apo Sydney Sweeney? Po tani. Se kanë edhe tipare ndryshe nga njëra tjetra. I kanë tipare shumë ndryshe. Jenna Ortega, patjetër. Do t'i sakrifikoj tiparet e Sydneyt. Zgjedhje e mirë. Jenna Ortega apo Megan Fox?
Po mirë, pse mendoni se më intimidoni me këtë Megan Foxin ju mua? Me Jenna Ortega patjetër. Okej, Jenna Ortega apo Olga Kurylenko? Shumë e bukur është Olga, shumë e bukur është. Jenna Ortega vazhdojmë. Jenna Ortega apo Emilia Clarke? Ta di ajo Jenna, më thënë po. Nice. Jenna na dëgjoj të lutem. Jenna Ortega. Emilia Clarke është e mirë, është e ëmbël, po Jenna Ortega. Por sa e vendosur qenke edhe ti. Po ju fiksova njerëz unë apo e di vetë? Jenna Ortega apo Eva Mendes? Jenna Ortega. Ua? Unë e zë ose chat. Okej. Aha, se është Jenna Ortega apo Jessica Biel? Jenna Ortega. Jenna Ortega apo Olivia Wilde? Syt i ka shumë të bukur Olivia, por Jenna Ortega. Jenna, të pretegoni. Jenna të pres. Ku je? Të vish në kinotek. Do të fus ty mike që të takosh. Të na tregosh për eksperiencën tënde. Okej. Interesante si ide jote. Nuk e prisja me thënë drejtë. Nuk e prisje? Jo. Se komendove ti? Sydney Sweeney? Jo Sydney, po duke menduar që nuk e di, do shkoj diku te këto ikoniket, aktoret e dikurshme, Julia Roberts apo. Shiko. Pas shocit të 7 themi ne këtej nga anët tona duam mish të freskët. Duam mish të freskët.